Prime-in edhe veç del dikush zgjedhet finalist, kështu që këndët që shohin që ka medalj ose edhe ka me zgjedh finalist, le t'hi në live të YouTube-it të Klan Kosovës edhe le të komentojnë emrin e tyre. Në YouTube vjemi Klan Kosova, ora 7, besa e gjeni me njerë linkun e live-it dhe aty mund të komentoni pse jo, përveç që ftoni një tjetrin për kafe. Mund të një me komentojnë edhe njësisht edhe për që u fitusin, hajde finalistin e radhës, ma mirë të themi. Kush do tjetë finalist i radhës, Elton? Lundrimi. Beson që do t'i ketë votat mjaftueshëm? Kjo për mua është pyetje retorike. Që s'mund të ketë fare përgjigje. Se të gjithë që është Lundrimi. Më vjen keq që doli Eliona përpara, do doja shumë të ishte dalë Lundrimi. Më vjen keq që doli Ludo përpara, do kisha dashur të seri që të ishte Lundrimi. Është lojtari më i zgjuar, më eloquent, më i kujdesshëm që ka pasur një herë Big Brother në Kosovë. Kështu që për mua absolutisht duhet të kishte dalë Lundrimi, e absolutisht që sot do dalë Lundrimi. I treti vërtetë? Me shumë gjas në fakt, por a din qysh Elton, na kemi pas mysafir të ndryshëm tek na që kanë thonë që ndoshta edhe nuk shkon në finale, sepse kemi parë ndoshta prej vitit kaluar me Gjestin, po edhe me personazhe të tjera që kanë bërë një lojë tepër të, po themi, të mirë dhe aktive, dhe në fund që kemi pasur vetë s'kan bërë në finale. Se ndoshta nuk kanë pasur detyrimisht vota, ne kena pas secili edicion në Kosovë ka pas një sinonim të atij edicioni. Lundrimin në finale. Unë në bazë të mbështetjes që është të publikut, qoftë në rrjetet sociale ose edhe përkthehet në vota, sepse nuk është dhe aq shumë në kulturën tonë si shqiptarët Kosovës të votojmë, sepse e shohim në Shqipëri e kanë më shumë në kulturë të votojmë. Unë nuk kam votuar asnjëherë për asnjë fitues ose asnjë banor, kur as Shqipërisë, as Kosovës. Unë personalisht nuk kam shpenzu, sa ato që më ka pëlqyer ndonjë edicion dikush më shumë se tjetri. Këfillun komentet janë Eli, Klodiani, disare Hygerta ka 2 komente. Eli ka hyrë në finale. Po flasim për finalistin e tretë, se kush do të jetë finalisti i tretë. Janë motrat, është Hygerta, është Dolce, është Benita, është Klodiani, edhe Lundrimi, po. Zakonisht përkthehet, po e shohim këtë praktikë që njerëz më herët ndoshta kanë komentuar, po e kanë pa që me komente nuk shtyhet i preferuar i tyre, kështu që mendoj që me këtë edicion edhe kemi pa që goxha shumë ka pas mbështetje ndoshta edhe në vota, meqense përmes Elionës dhe Lundrimit është thonë që ka qenë një diferencë goxha e vogël ndoshta, ose e ngushtë po themi, ka pas një telefonim. Edhe online është shumë e ngushtë mes tyre. Më thonë shumica njerëzve pishon edhe komentet tash se heni më pa, janë veç Eli Lundrim kryesisht, aty këtu na i Klod, unë për vetë nuk e kuptoj këtë obsesionim njerëzve me Klodin, e kum thonë pe ditës së parë dhe vazhdoi ta mbaj qendrimin tam, për mendimin tam Klodi as nuk duhet më shku në finale, Klodi është ai që është marrë në krah të treshit për sheshit, nuk duhet sepse kjo ka bua çaty është me qenë shoku i ngushtë i Lundrimit që shfrytëzoi Lundrimin edhe gjithë pëlqimin që Lundrimi ka mbutur me pas për të, shfrytëzoi deri ditën kur mos. Jo, unë Klodin më reale shumë me Lundrimin sesa me të dy vajzat që. Po apo shikiti ka shfrytëzuar. Domethënë se ai shkon Klodi, unë mendoj nëse shkon në finale është për shkak që ja ka arrit me ndryshu imazhin e familjes vet, gjatë që familja vet e ka dash hermetikisht para se me hyj brenda, edhe dyta për shkak se ka shkutur i prek krejt kapak, prek ato. Edhe po të përçaf me to, aty si pa halo vazhdon me qenë te pëlqimi i Elionës ose i Benitës, hal dje kanë fol. Mas 3 muajve show vazhdon me. Kjo nuk është diçka që Klodi e ka nis, sepse gjithmonë kanë qenë vajzat ato që i kanë lyp sharime, edhe kanë qenë ato që i kanë shpreh para pëlqim. I kam bëj zhag, ja ka zhagit procesin, ne jone kom të dashur, ne hajde po të përshaf. Heni ki video ty apo, a mundeni me mlanë qeti, heri ka thonë në Benitës, me raste i ka thonë edhe Elionës. Edhe që ka pu masi u shkuj ka përshaf në shtratë, si dja Eli të abiket, nuk thonë masi u shtytën e kej prap të ndoj kemi ju afru ka fundi mbromjes. Jo, unë nuk e kum pa që ka të ntu mja. Prap dojmë ju dash, po formati përsëritun. Shumë se çfarë mendimi ka Eltoni për Klodin dhe lojën e tij? Përpara se të drejtë Klodi, njerëz duhet bëj një paraprit, duhet bëj një parantezë të kësaj që shpesh herë për Big Brotherat tonë, që për fat të keq janë 2, duhet ishin 1 pa hajt. Kemi një mani që duhet të themi, patjetër duhet një finalist nga Shqipëria, apo patjetër duhet një finalist nga Kosova për bën fera për këtë. Nëse nuk e meritojnë dhe pikë. Dhe në këtë rast kam Klodin, prandaj do e nisa kështu, që ky mentaliteti që duhet këtë patjetër një nga Shqipëria që të mos dalë keq formati, është një budalliku të madh, sepse e para njëherë ne jemi shqiptarë të gjithë,
E dyta është, nuk kemi si ta bëjmë këtë pjesën, që ta nxjerrim patjetër kemi që është nga Shqipëria, por sa kur nuk na ka të nxjerrë. Klodi për mua ka qenë djali simpatik i shtëpisë dhe një lavjerës që shkonte ose një zakonë që do që ta vije dorinte. Tentoi të krijonte sado që kishte një lidhje javës, lodhi në maksimum, edhe këtë e them me bindje të plotë që Klodi e ka luajtur në maksimum dyshimin e njerëzve për një marrëdhënie që mund të ishte me Londrin, në maksimum që ka arritur. Pastaj filloi të luajë pjesën e Benites, filloi të luajë pjesën e Elionës, tash po luaj pjesën e Dasmës, pas etj. Po luaj muajin e Mjaltit, që ta them këtu. Kështu që për mua Klodi është një personazh që po qëndron aty një lloj si Dolce, pa u lëvizuar, pa u ngacmuar, pa u. Domethënë janë ca njerëz që po ka pas shumë dinamika se sa Dolce Klodi. Po për mua ka lojtarë të tjerë që kanë shumë shumë dinamika se sa Klodi dhe sa Dolce. Unë veç për Klodin do para preferoja më mirë të shkonte Benita në finale, do para preferoja më mirë të shkonte Hygjerta, se sa të shkonte Klodi edhe Dolce. Qartë. Ke diçka për thënë për Klodin? Po patjetër, që dashëm të thonë, djem ka bo shumë shqipë një deklarat e ti, është u sharu me Elionër dhe ndër të tira thotë që nuk jam gay, më përqenjë thotë qikat, edhe ndër të tira thotë mënoj që një familje tradicionale, se një familje normale është mes një djallë dhe mes një qikës. E tash njerëzit fillun me akuzu për homofobi kryesisht online, unë mënoj që ka nuancat të homofobi, se do është tepër ironike me atë për Klodit, i cili të e pas parasysh që ka përdorur seksualitetin e vet, si aset të mendje hapunësisë. Pra ky ka dashur nërgu që unë jam çaq i sigurt në seksualitetin tim, sa që potencialisht seksualiteti i lëndrimit edhe afërsia e madhe me lëndrimin nuk i pengon, pra e ka përdorur si aset të mendje hapunësisë, me ka thënë që ky është një djalë edukuar me tira, dhe në fund me dalë me deklarata të tilla në fund, pra ka shfrytzuar afërsi me lëndrimin derisa erdhi në pikë që u diskutuan në prime në rast që është e vërtetë ose ka diçka emocionale dhe jo mas një utërhoq. Kjo është mënyrë se çysha e përdor si aset për mushkëlbetin dhe më fal ndër të tjera e kallzon, veç ato që unë kam burime të sigurta. Familja e Klodit nuk e ka ndasht afërsinë që Klodi ka pas me lëndrimin. Ndër të tjera, unë di dy raste të ndryshme. Se ka ndasht, se kanë pasit sinqerë si shoqërore, por janë frigu që mund të ketë diçka më shumë? Unë e menoj që janë frigu që do të ketë diçka më shumë. Unë e menoj që ata e kanë pa që afërsia atyne nuk është veç shoqërore. Unë i qëndroj prapë masaj, që a kemi pa na, për mendimin tam është për te i shoqërisë. Po i na pajtu gjithë që i takon këtyne djeme me vendosë shka Sigurisht, motra edhe familjarët e tjerë në fakt, të Klodit, jënë afru me banor që kanë pas me hy brenda shtëpisë Big Brother, po flasim për dy raste të ndryshme, të cilat unë i di, dhe i kanë thonë, a mund është mi dërgu mesazhe Klodit me u largu nga lëndrimi. Pra kjo është diçka për cilë nuk flas në ajër, kom bazë, kom fakte, kom njerëz, me emiratimin e të cilëve edhe e kom marrë për me thonë këtë çështje publikisht, janë afru familja e Klodit, i kanë kërku banorëve që kanë hy mas nej, ose banorëve që kanë dalë për me hek fokusin prej Klodit dhe lëndrimit, se nuk kanë dash me pa. Kanë dërgu edhe mesazhe, i kanë dërgu edhe drona, ku kanë dash me distancu Klodin për lëndrimit, sepse janë friksu, se çka nëse Klodi me të vërtet ka përqen për lëndrimin. Gjashën e mendoj, ende. Elton si eshe? Dëgjo, thashë, Klodi, ka një familja ka dashur që të largohet, sepse sa e një familja Klodi nuk e një njëri tjetër. E di shumë mirë, ata duhet ta di shumë mirë tendencat që ai nuk ke, preferencat e tij. Dëgjo, gjë të keqe nuk ka. Gjëja, situata fillon të bëhet në thojza problematike, kur ta njerëz fillojnë të mohojnë dhe kalojnë deri në homofobia, aty nuk është e ardhur. Këto janë gjëra që unë nuk i toleroj. Për ti mund bësh me jetën tënde çfarë do lloj gjë, nuk të gjykon njeri, nuk të paragjykon njeri, është drejta jote të jetosh, bësh çfarë të duhet. Në momentin që ti e shet sapun për gjatë, dhe s'më katolik se sa banko, aty të lutem shumë, stop, sepse nuk të lejoj, sepse nuk duhet që më thyesh as mua inteligjencën. Më japi një lloj marrëdhënie që ka pasur Lundrimin dhe Klodin, më quhet një marrëdhënie shoqërie, të gjithë kemi shok, kur kush nuk ka ndetur me shokun ashtu, me që ne kemi ndetur me vllajin tonë ashtu, kështu që cilën këto që duhet të shesin njerëz, sigur ka qenë thjesht një raport shoqëror, ka qenë thjesht një raport shoqëror, ata të gjithë pasur një ndjenjë akoma dhe më shumë se sa ndjenja e shoqërisë. S'ka asnjë gjë të keqe, nuk e di pse e mohoj, dhe nuk e di pse Klodi drejtë një djalë që është i vitur nga perëndim, një vend që është normalisht Mendon që ka presion nga familja apo është thjesht zgjedhja e Klodit që të largohet nga çdo shqiptar ka presion nga familja sepse mendojnë për herë se çfarë është duke thënë deri te komshia. Pa llogaritur pjesë të tjera. Është gabimi jonë më i madh. Një nga problemet tonë më të mëdha, pse ne nuk e jetojmë jetën tonë, është pikërisht kjo gjë.
sepse ne mendojmë çfarë thotë kushuriri, domethënë djali të Xhaxhait të tezës së vitit. Deri aty është, deri tek brezi i shtatë. Se themi apo do të paragjykojë. Unë kam dalë një rast tjetër, për shembull diku kam po bëj një parantezë për ta bërë më të qartë. Unë deklarova se çfarë do të kishte ndodhur kur isha fëmijë, që isha abuzuar seksualisht, dhe do të kisha një mbështetje të madhe nga njerëzit e fisit, paragjykimet më të mëdha, i kisha nga fisi. Kështu që kështu ndodh në Shqipëri. Edhe në Kosovë, nuk është se jemi të ndryshëm, njësoj jemi. Pra ju treguat një histori personale, për çfarë ju paragjykoni? Unë tregova një histori personale, që kur kam qenë fëmijë, isha abuzuar nga një komshi dhe i abuzuar. Po, është një deklaratë që e kam bërë ka rreth 3-4 muaj në një televizion në Shqipëri dhe në vend të mbronin viktimën, që normalisht isha unë, jo mbronin, se ajo është një gjë që ka kaluar ka 40 vite. Po, në vend që të jepi një mbështetje viktimës, thonin ke dashur vetë ti, ose palisi si ka qenë puna, ose pse s'na ke thënë. Kjo histori ndodhe edhe për shembull në rastin e Klodit, i cili mund të ketë pëlqim ndaj lundrimit, por nuk e thot sepse mendon se çfarë do thonë njerëzit, nga një anë edhe nuk ka fajin, sepse këtu të sulmojnë edhe për atë që je. Domethënë hypse të vrava, zbrisin vrava. Kam qartë. Unë ndishta mund dalë të pjesa e reagimeve ndaj Klodit ku ka pas të shumta në rrjetet sociale, unë e shoh pak të padrejt me qujt një person ose me qujt Klodin homofob, veç pse ka thonë unë nuk jam gay dhe më pëlqejnë vajzat. Unë e shoh shumë të pa arsyeshme pse një djalë pranon që i pëlqejnë vajzat me thonë jo tash je homofob. Jo, absolutisht jo, se as nuk është normë njëna as tjetra, as nuk është normë i dash shikat, as nuk është normë mos mi dash shikat. Të dyja janë variante të njerëzimit. Po ky mas pari ka thonë që unë shoh se një çift do të më riprodhu, pra çish bojnë fëmijë ata, që është një vartinese homofobike sepse ka variante ndryshme të çifteve. Si një djalë edukuar dhe i lindur në Itali. Jo, ama e ka cek tradicionale, e dihet që në tradicionale tonë. Fëmijë, mi thonë Klodi ka dashur se esenca e dashurisë nuk është e fëmia, se për ata ti me lëndrimin kur jeni dash, se keni menduar fëmin inshallah. Pasi rilinda pa nuk ka zonë kush. Ama ndërsa ti se puna veç punën e komenteve. Janë ty çuin Klodin dhe lëndrimin besprema për shkak të kthimit të shpinën ndaj Elionës, kanë humb followers atë dy djemt, kanë humb djegës në rrjetet sociale. Faktën ata i kanë origjinal. Të paktën i kanë origjinal, por të dy kanë humbë djegës dhe po konsideron si besprema. Po thonë njerëz jo i kom dasht deri 2 ditë më përpara para se më kthye shpinën Elit. E tash sfidojnë. Është diçka që munden me joje këto besoj dhe shikuesi duhet me kuptuar se ata ndoshta momentin kur dalin nga shtëpia, njëri fiton, por mund të vazhdojnë shoqërinë shumë mirë mes vete. Edhe dje u pajtuan vetë se dje lëndrimi me Elionin janë përçafuar në fund përkundër që dorgat në minuve ka qenë fal kështu piedestal, po mënoj akuzave. Eliona dhe i tha djemve që unë ju shoh që është kë shpreja lëndrimit tash fake, ju shoh të si falso, po që pastaj i rapi çmon pas darkës edhe i tha po më vjen keq që e kum thon. Shumë ajo është për Elionës ka qenë lëndrimi në fakt. Po më ne Klodiani, me atë lëndrimi. Klodi ka qenë shumë i ashpër, i thotë që ndërtia unë i besoj lëndrimit, thotë ti e ka zu facën këtë mes, pra ka më shumë akuza ndaj Elionës, pas e lëndrimi thotë Elionës se ti e viktimizuar, thotë që një prej mënyrave se gjyqi ka arrit deri këtu ka bërë edhe lëndrimi ja thotë Elionës. Në fakt nuk po më pengon që narrativa se vetëm këtu ka një dallim, a është viktimizuar Eliona apo të tjerët e kanë pas si viktim? Unë mendoj të dyja. Është mangshëm një ngjarje e tillë me të ndodhur në jetë, nuk ka asgjë të keqe edhe me u pas si viktim. Për çat pjesë patjetër që kanë me të pas shikuesit. Po të lutem. Ndjes. Eliona bëri një lojë të zgjuar, duke e ditur shumë mirë që dhe për mua është lojtare. Sado që është e vogël, është nga ato 18 vjeçare, 19 vjeçare që dita lozi lojë dhe ditë hidhet nga njëra anë tek tjetra. E kemi pa këtë. Sado që hiqet si shumë e papaqshme. Gjithsesi, që në momentin e parë që ka qenë në shtëpi, është viktimizuar me historinë e saj, pa e bërë drejt për drejt. Kjo ka qenë loja e zgjuar që ka qartë pa e thënë se si ka qenë historia, ka detyruar produksionin që historinë e saj ta nxjerrë përpara kohë që në prajmin e dytë apo të tretë, dhe pastaj të gjithë u detyruan ta shikonin si viktimë. Ishte ajo që na ofroi, ishte ajo që na e bëri këtë lojë, ku e shipi veten e saj si viktimë që në fillim, me mënyrat e saj të sofistikuara, dhe arriti pastaj që ta bënte këtë publikun ta shikonte si viktimë. Por duhet kemi diçka parasysh.
Nuk është se Eliona po e fiton nëpërmjet viktimizimit, Eliona ka luajtur një lojë spektakolare në krahasim me kur të gjithë e kanë vlerësuar, Eliona ka luajtur ashtu siç ajo ka ditur me raportet me Klodin, me raportet me Albën, me raportet me Dolçen, me raportet me Benikon, me raportet me Labinotin, të cilën me Labin njëre ka kaluar, domethënë për mua aty ka fituar çmim Mostar 100%, ishte domethënë e pakapshme. A janë të drejta akuzat e lëndrimit dhe Klodit që Elionën e kanë ngritur ata dy? Jo. Eliona i ka shfrytzuar ata për të ngritur. Po. Absolutisht. Por nuk është që këta dy e kanë ngritur, thjesht është ngritur. Ka qenë një farloj ndihme indirekte, sepse në momentin që kjo i ka shfrytzuar, i ka përdorur si shkallë për të hyrë sa më lart. Patjetër që këta kanë ndikuar sepse janë përdorur nga ai. Po kush ka vepruar më mençur, më zgjuar? Kush është më lojtar ndër të tre? Po, lojtari më i mençur për mua, kam thënë, është nga meshkujt është ndrimi, po nga femrat absolutisht është Eliona. Të gjithë e kemi ndërsuar që është të vjeçare e papajshme, i vajzë e cila është viktim, gjithë historia e saj, jemi prekur të gjithë, askush nuk e ka sulmuar, të tërë i kanë dhënë mbështetje, po sot doli që Eliona për mendimin tim është komplet një thëngjill i mbuluar themi në Qëre, unë mendoj që dhe mestrisht Eliona është regu mas shumë të lojtare. Unë mendoj, këmë thonë për fillim, Eliona është gacëm lutë, Eliona e din çka don kjo shoqëni, Eliona halali kofë më është tepër të hershëm, po është tepër inteligjente, e din çka don tregu, e din çka duhet me thonë, edhe mas një vazhdim asaj. Do të thonë dje Klodi i thot Aurorës në sy të Elionës, që Eliona i ka thonë Klodit, unë du me flajt me ty. është diçka që ka ndodhur. Eliona i ka thënë Klodit dhe Eliona nervozohet dhe thot Klodit, sa në që i flas me ty, pse ke nevojë me tregu tjerëve, është e njëjta çike e cila kur e ka pas mësim e ka dhu për moralin e vet, po thonë atë thojza se kemi thonë disa që nuk besojmë çfarë thonë të moralit, ajo ka dërguar një dimension tjetër, sepse mendoj që e njeh shoqërinë, e din vlerat që sa më tradicionale që është, njerëzit kanë me pëlqyer më shumë. Dhe fiks këtë sen ja thonë edhe krejt banorët edhe brenda, ja thonë që ti e ke kuptuar, e ke ditë ala pa i mirë se çka pëlqet jashtë nga shumë mira është zgjuarsi. Po, shumë e vërtetë, shumë zgjuarsi dhe ka ditë me mbaj deri në nivel. Po çata kuptojnë ashtitare, në shankush loja duan se është gacëm lut, nuk e ka treguar vërtet, po prapë se prapë takon asaj me paraqit veten çush ajo don. A din është këtë sajna, po na jemi këtu me kritiku dhe me dash, masë njerëz po na thonë njëri të sulmu Elin, po Eli komentohet se banura kryesore, pra nuk merret kërkush ku diun me Hygertë, se Hygerta është faktor në lojës. Kena me humor me lëndrimin e me Klodin e me Elionën që janë faktor që janë njerëz që ja u përcjellën çdo lëvizje. Po ndërkohë dje patëm edhe një debat ashpër mes Dolçës edhe Elionës që Dolçe po pretendon se Eliona e ka thënë një fjalë që nuk mundet edhe madje tha në një moment që edhe nëse në praj më pyetsin nuk ka me thonë asnjëherë, po në rrjet po flitet që Eliona me sa duket është shpreh që ka lënë diçka të hapur jashtë, po që Dolçe as nuk e konfirmon, as nuk e thot asnjë inicial ose diçka rreth kësaj, na thjesht thot un kam zgjedh mos me fol, thjesht në një moment nervoze e kam thënë që e di një sen që te e ke thonë ose për ty. Pavarësisht presionit Dolçe tha që kur do qysh do, nëse produksioni nuk e qet, unë thjesht nuk e flas. Për çfarë po aludon apo ditë po Elton patjetër. Ka disa lojtarë që harrojnë që janë në një lojë, edhe fillojnë kalojnë një lloj realiteti, duke harruar që për ti mura dhe ka jetë. Dolçe me këto deklaratat e saj, jo po unë se them jo unë e them, thjesht ka rënë prapë lojës e Elionës. Që edhe si kur të ketë diçka ka hapur jashtë. Ka ditur ta lodhi lojën shumë mirë brenda, na ka hedhur të gjithë i syve, dhe Dolçe le të rita mbaj sekret dhe le të ikim në shtëpi pa dalë edhe në finale. Mendoj që duhet ta përdor Dolçe, ka pasur shumë macarim mes dy vajzave. Vërtet Dolçe këtë janë shumë vonë, më thonë Dolçe, po nëse nëse shkon në finale, po më thon ku e kon më herët. E duhet për ta përdorur dhe ka ardhur nuk e ka përdorur, as ka për ta përdorur. Unë mendoj që këtë sanjatar dhe lëndrimi, Dolçe e din që Eliona është një prej lojtarëve kryesorë aty dhe pretendent janë kryesor në shapën me fitu. Dhe mendoj që tenton me shfrytzu, po tash a diçka më nesha, unë që kom pa Dolçen arrogante, që kom pa në çfarë mënyrë ty çast, tash mos po skalon deri në dhunë fizike. A pat afërsi mes tyre?
Po s'ka pas më duket diçka fizikisht, për kundër që... Në një moment është ngrit në kom dhe ka pasur si lloj qasti që në fakt edhe të kemi menu që në ai moment edhe mundet me sulmu se ke goxha e ashpër, po që nështë ajo fizikisht po me fjalë ofenduese ku atë fjalën që e ka përmend në një ku me bia nëse s'gaboj që nuk ja ka thonë prap direkt edhe që për këtë po pritet edhe ndëshkim ndaj Dolçe sepse është një prej ofendimeve që ja ka thonë me seriozitet. Ndonë se atëherë është arsyetuar që e ka përdorur si fjalë për gdhelse dhe tek ne në Itali është gjithçka në rregull, kësaj radhe ja ka thonë me shumë seriozitet edhe është një ofendim shumë. E shamja se italisht si shqip e shamë metët ajo po besoj. Ama që këtë kanë ofenduar, unë prap hala më mbetet në mendje kur Elona e ka thonë femër e lehtë Benitës. Krejt kanë përdorur fjalë. Duket veç që lëndrimi është edhe lëndrimi ka qenë bullizuar ndaj Benitës, por në zemër ka bullizuar për mendimin tim, se çore, nëse unë filloj me imitu që tash Blerinën, edhe Blerina është si hajgare, jena krejt në rregull. Me Bugatin. Po edhe mënyrën se çush flet Benita dhe gjëra të tjera. Prapë thon, në rast që unë e imitoj, sepse apo bëhemi ekstrem ndoshta shumë robot, ta bëjmë një vinë mes të bullizmit, një ndarje dhe të humorit, sepse shpesh e ngatrojmë, është shumë e vërtetë kjo. Bullizojmë dhe themi unë veç hajgari këna bërë. Në fakt i shkon që ajo lëndrimit edhe derisa ama jo se për shkak janë të afërt edhe vetë rikthejnë shpesh imitimet. Benita është e kthyeshme, Benita nuk den e shketa më të natë. Po i shohin ata shumë si raport motër edhe vëlla dhe ka shumë video të tilla. Edhe ndodh që në raportin si motër edhe vëlla ose mes familjes dhe e ke pa që ndoshta vëllau yt imiton dhe ndonjëherë tjet hatri, ndonjëherë bën hajgari bashkë. Nuk është që është si bullizim edhe që u prek ndonjëherë Benita. Okej, ndoshta ka momente po asnjëherë nuk ka shku në fazën e fundit me ofendu dikon aq rënd sa që me u bë për zarfëzi, unë për shembull disa ofendime për zarfëzi. Po them për zarfëzi. Zarfëzi, m'fal. Më do të shëndë një fjallë. Për disa... Thash më e prishën Amazonin. Po, unë disa fjallë që janë thonë, për shembull nga ona e Dolçes, ose edhe më herët edhe nga ona e Elionës që e përmende femën e lehtë hapë me të lehtë kësi farloj i shprehje, unë e shoh që është dasht me u dënu, po me sa duket po të i kalohen në skuadër të lojës. Ka komente të tilla që dhe në gazetar na prap kena me votu Elionën, le ta votoj kushdo që kjo është demokracia, cili banor që pëlqen. Shumë e vërtet dhe... Votoni kënd do që ju mendoni që e meriton me fitu për që ata e keni të drejtën e votës. Votoni sa më shumë se jo Elionën, edhe urojmë që tjetë këtë edicion një grua, unë kom thonë prej fillimit kështu, dhe jam... meriton. Jam e fitu... Ama nëse muna vesh me starë me lejën tonë, na e kemi përmendë edhe ma herët, nuk du në asë mënyrë one me u pasi kunder njësë, kunder tjetërit banor. Apo kuptojnë, absolutisht, na këtu jemi me atë racionalitetin që mundemi, s'po them që gjithmonë jemi shumë njerës të arsyshëm, ka njerë kemi dhe na emocionet përshime, ka njerë vish nuk të pëlqeni banor, ka njerë pëlqeni banor ma shumë sa që duhet. Na jemi këtu për mi kritiku gjanat mira të kështia që ti bojnë. Eliona po ka bo gjanat të kështia, një qësh ka bo gjanat jashtë zakonisht të mira. Lëndrimi ka bo gjanat kështia, një qësh ka bo zakonisht të mira. Labinote e kundër ta, po gjësëse. Prapse cili banore ka andën e mirë dhe të keqe, sepse na njerëz jemi, nuk më nëjë që asjoni për jemi pretendon që Eliona është perfekte tash. Edhe prap, kur të bën një gabim, thëshin jo po qysh jo e ka në gjarin që ka spjodhimet, ka bu një gabim. Mendoj që se cili njeri bën gabim dhe për ata duhet një qas kur ka bu gabim, dhe në anën tjetër me të dhim kur është për me të dhimt, me dasht kur është për me të dasht. Me vlerësu kur është për me u... Pikrisht. Në faqe të të preso ago, po lodhën sa të duash, neve prapë do në gjykojnë, sepse neve nuk i shikojmë si tifos, si që shikojnë të tjerët, ne jemi racional si që të tuatin, ne jemi të ftohtë, neve gjykojmë lojnë e gjithë se cilit pa u bërë tifos. Tashti përsa ko jashtë ka tifos, neve do në bëjnë copë sa herë të jemi kundra apo pro dikuj që ata nuk e përqejtë. Ama dhe s'dut me oprit me kursy cilin do banor, po thëmë brenda, për shkak të historive që munden me i pas jashtë, sepse aty brenda kanë hysi lojtar. Edhe nuk do të... E që shumicës prej tyre, në veçanërisht Elionës, i është përdor historia asaj nga të tjerët. Dhe jo nga ajo. Nga familjarët saj, në fakt. Nga të tjerët. Unë e madje për zona që ka dalë Lapinot Regja, dhe ma nuk e kemi një person që gjatë krejt kohës i rënë si gjelmi krytu
këtu i thonë familja kjo, ajo, jo, dolçe të paktën rastin e familjes nuk është që aty ja përmend një që ka bë Labina Tregja, është pak ma debat pse është ofendu kur Eliona i ka lëshu të nkuën fjallë, a e hapet i gojëm, pse a folet të... Për gjërat të tjera, janë disa gjërat të tjera. Edhe këto gjëra banale. Ndryshe që kemi pa gjatë 2 muajve që të nkuën e ka pas një person. Jo, edhe uroj që mos tjetë. Ka gëgja shumë komente pro Hygertës, që s'to e kuptoj, se Hygerta ka qenë gjithmonë në hije, mendoj që nuk ka qenë ai prej faktorëve kryesor, mendoj që edhe kur e ka pas hapësirën në prime, përkundër që është e logjikshme, mendoj që nuk e ka treguar veten lojtare të fortë. Mendoj që është ndoshta vetë ka zgjedhur të sajna në Big Brother. Unë e shoh, domethënë unë kemi kriju një situatë dhe çka i tek Benitez nuk e pastruar mjaftueshëm këtë javë. Këto temat e pastrimit janë javën e parë, të dytë, tretë, ndoshta në muajin e parë krejt. Ajo tash ka fillu me lujtë edhe çka nuk ka tema që i ka kriju gjatë këtyre 3 muajve edhe kapet në qoftë në pastrim ose në tema pak ma kot, po them, që nuk janë për kohën e finales këto gjana. Elton e sheh Hygertën në finale? Absolutisht jo. Unë Hygertën se kam parë si mis, atëherë kur është bërë, jo më ta shikoj tash në finale. Po, Elton, edhe një pyetje tjetër kam. A ka kriju fansa, ka fansa Hygerta, sepse është personazh publik, por ka kriju fansa të rinj dhe që po e mbështesin në udhëtimin e saj në Bek për të kuptuar se a do ta votojnë dhe a do të jetë pjesë e finales? Absolutisht jo. Dëgjoj në Shqipëri, një lloj, si në Kosovë, jemi se nga njëherë bëjmë të ndarje, është po i njëjti publik, mendojnë njësoj, logjikojnë njësoj, veprojnë njësoj, dikush mund të flasë grekisht, dikush koskërisht, por kjo nuk e ndryshon. Kanë fansa me Eliona dhe Lundrimi. Kaq, nuk ka asnjë banor tjetër nuk ka arritur. Apo edhe Benita deri. Okej. Pra pak a shumë janë në gjashëm. Më ndryshë një sen interesant që ndodhe dje, Benita Goxha shumë ja ka mbajt anën Elionës në darkën e finalistëve, duke ju kundërvy pak që në formën e sajna, se jo çdo herë është shumë e ashpër ndaj djemve, duke i thonë që pse se majtet pra që të lojnë është shoqënis deri në fund dhe ju tash me dalë masi që u zgjedh Eliona finaliste. Ashtu po tingëllojnë djemë, me tingu fake. Ja tha direkt dhe nuk ja mbaj kjo anën që me i mbrojt, sepse madje ju në çudit edhe fansa se e kundërta pritej nga Benita dhe diti me i surprizu si gjithmonë fansat. A më ndër të tjera dhe mas debatit me dolçin që e ka pas dhe darkës, Eliona ka shku dhe ka kajt jashtë, ka dash me najt vetë, Benita është ajo që shkon e përqafën edhe përqafën edhe kajt... Ata bi ushqimin jashtë. Po, që ke shumë diçka e kanë shme pasë na këna folë që këta duhen me përmnej, përveç që disa banor kanë thonë që së dojnë pas kontakte me sidomos Labina Tregjen, po adin është mirë me pa për te spektaklit. Unë veç për në fungë që dash me pa 5 tem favorite për finale. Të pjesa e qajtë mësë për dalim, kur Benita ke kesh në prime, Eliona i thike këtu e në pasojat e lojës, dhe asë një moment nuk shqetësohet ose për këta, po kjo letim betit se cilës në ndërgjegjën e saj. Qenë se jemi në fund, mu zëromi në tema, po... Ludo, Eliona, Lëndrem, Dolçe, Benita. Ludo, Eliona, Lëndrem, Passion, Dolçe dhe Benita. Dolçe para Klodit? Po. Dolçe është vetë nga që ka arrit me qitë albë për lëgjanin prej vetës, me gjeset e saj. Asë një prej banorëve ti nuk e ka qitë albën prej vetës. Sa ka qenë konsistente në lojë? Edhe ndër të tjera... Sa ka qenë konsistente në lojë? Po, anë e naf, po ndër të tjera, asë Klodiani është fakturizu mujnë e fundit. Që ka qenë qash relevant për fillimin, ndër të tjera. Edhe Benita ka fillu më pëlqy mujtë e fundit. Nëse Dolçe është e bukur edhe Klodi është bukurash. Nëse i vlerësojmë nga pamja. Jo, absolutisht, shumë me që Dolçe ka të regu një dimension tjetër, sidomos me ditë e fund për ka të në që vesh s'ka frinda Elionës, është e kanë tujt. Eliona dhe Albën një kënë dy lojtarët kryesor këtë edicionit, Dolçe arritin formën e vetë, me i kundërshtu dhe me i qitë të dyjat, me i bu në lot të dyjat. Kish me qenë shumë mirë, unë kësha pas shumë qef, në fakt me pasa ma shumë edhe vajza. Qika, pikrisht. Ma shumë qika, po pak po dyshoj, përshka këse shumë me vonesë është zgjun nga gjume. Ta marrë mendimin e Eltonit dhe Krenat e Blerina? Hajde ta zëm janë 5, kush është 5 që? Lundrimi, pa tjetër, Dolçe dhe Benita. Pastaj, dëgjoj, duhet të kemi diçka para. Pra, mendojnë që Dolçe do të hy para Klodit në finale? Po, do ta mendoj sepse nuk duhet bëjmë siç bëhemi për herë deri që harrojmë shpejt. Mos harrojmë që Dolçe është ajo që ishte në finalin e Fratelli. Është ajo që i dha një tjetër spunto, pavarësisht që kontratën e ka pasur produksioni. Po mund të shkojë një lojtar tjetër që s'mund do të asnjë gjë aty. Kjo që mos harrojmë edhe pjesën që Dolçe ishte ajo që i dha një goxha i dha një goxha shtys Big Brother VIP Kosovës.
Mos harrojmë që ishte kryefjalë edhe për aq pak sa po deti atje. Mos harrojmë që ka qenë kryefjalë edhe në lidhje që ka pasur me Edin. E shfrytëzoi ajo se si e shfrytëzoi. Mos harrojmë pastaj pjesën tjetër që ishte e vetmja që Dori Alba po thënë nga shtëpia, sepse produksioni s'po e nxirrte dot, as votuesi s'po e nxirrte dot, edhe mos t'i harrojmë ndoqës disa cilësi që normalisht tjetër gjë se ka ardhur aty pa nominim. Në saj se si ka vajtur, ka qenë e zgjuar, është e zgjuar, duke i mbajtur mirë sa edhe me Nicën edhe me Bjergin. Mishe, i kujtove. Fakti se ajo ka vajtur pa nominuar, tregon zgjuarësit e saj, sepse i ka bërë banorët të mendojnë që ta vendepsojnë, dhe e dyta nuk duhet harruar i tërë historik i Dolçës se si erdhi aty, kur opinionistja i thoshte ti zë më shpejt dashnorë brenda. Se sa fjalë jashtë, asnjë nga banorët brenda nuk e bori mundimin për ta nominuar Dolçën, kur zë më shpejt dashnor jashtë sa brenda. Nëse për mua është treguar e zgjuar. Mirë që bëre një përmbledhje, po. Mirë që bëre një përmbledhje gjithë rrugtimit të Dolçës, sepse ndonjëherë publiku dhe harron fatkeqësisht. Po që Pikërisht, prandaj mundova që ta kthej për treguar që Dolça nuk është rastësisht aty. Ka pasur një rutinë goxha të pasur në Big Brother, i ka dhënë goxha Big Brother VIP. Shumë e vërtetë. Pastaj Benita për mendimin tim e meriton absolutisht sepse Benita është një dashuri. Është nga ato femrat kryeneçe, është nga ato femrat e bukura, kryeneçe e zgjuar dhe është e vetmja që është kthyer meshkujve ball për ball, përfshirë në Binotin, i cili për mendimin tim duhet të kishte dalë prej kohësh, është mbajtur brenda, nuk e di se si ka regjistruar që e ka mbajtur, por ajo që arriti ta nxirrte nga vetja dhe ta bëj të dalë në shtëpia dhe publiku ta urrejë 100%, ka qenë Benita. Pa dyshim dhe kjo nuk harrohet. Që do të ketë vend edhe për Benitën, po edhe për gjithë ata që i preferojnë